Përshëndetje, kam 5 vjet pa shkuar te babi ta vizitoj te Varrezat. Për arsye, rruga e keqe. Sa herë vi në Shqipëri dhe ikje e mërzitur, çfarë duhet të bëj, të lutem? Përshëndetje. Nuk është kusht, pra që për t'i bën mirë babait tënd, të shkosh tek Varrezat. Ti mund të lutesh aty ku je. Zoti i gjithësisë dëgjon dhe shikon gjithçka. Pra aty ku je, lutë Allahun e lartësuar për të. Kjo i bën dobi atij. Pra, për shembull, kur fal namazin, në sejdë, e lut Zotin e gjithësisë. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjithësisë është sejdja. Në sejdë, lutë Zotin e gjithësisë që ta fal, ta mëshiroj, t'ju mundësoj të bashkoheni me të në xhennet. Po ashtu, mund t'japësh sadaka, lëmosh për shpirtin e tij. Ai sa ke mundësi, pra ndihmon njerëzit në nevojë. Shikon për shembull në fisin tënd, ose në lagjen tënde njerëz që janë në nevojë, i ndihmon për shpirtin e babait tënd. Këto dy gjëra i shkojnë atij, inshallah, i shkon shpërblimi. Pra lutje për to, edhe nëse ke mundësi, sadaka për shpirtin e tij. Ndërsa vizita tek varri, pra nëse t'jepet mundësia, nëse ke mundësi, mund të shkosh dhe lut Allahun e lartësuar që ta fal, ta mëshiroj.